Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është paraqitur këtë të hënë në SPAK, në zbatim të masës detyrim paraqitje. Në deklaratën e tij për mediat, pas daljes nga prokuroria e posaçme, Berisha e ka cilësuar gjykatën kushtetuese si notere të akteve kriminale të qeverisë shqiptare. Sipas tij, kjo gjykatë është zotuar të mos e shqyrtojë çështjen e masës së sigurisë të vendosur ndaj tij. Aty, çuditërisht, gjeta dhe gjykatës kushtetues. Po, ishte gjykata kushtetuese e cila zotohej se nuk ja shqyrtojmë çështjen Sali Berishës. Se ju më keni pyetur këtu mua. Më keni pyetur. A e ke dërguar në gjykatë kushtetuese masën e paraqitjes çdo 2 javë? Sa kohë që e kam dërguar, thoni ju? E kam dërguar para 10 muajve. Ajo gjykatë që është një notere e turpshme, them kështu, e akteve kriminale të qeverisë shqiptare, ajo gjykatë që shqyrton brenda 1 muaj kërkesën e Lubi Ballukut, që shqyrton brenda 2 muajve kërkesën e Erion Velis, që ka detyrim ligjor që masat e sigurisë të shqyrtojnë afat maksimumi 3 mujor, shtyn shqyrtimin e kërkesës time për në tetor. Do me thënë, shtyn me po thuaj 11 muaj. 3 herë afati ligjor. I pyetur në lidhje me dosjen Partizani, Berisha u shpreh se nuk ka asnjë shkelje ligjore, por vetëm trillime në atë proces. S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj promeje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. As dhe një shkelje më të vogël ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces. A mund të lexoni pak librin? 35 falsifikimet e prokurorisë speciale për procesin. Janë 35 falsifikime. Pra, i tërë procesi është ndërtuar mbi falsifikime, dokumentash, faktesh e të tjerë. Me një fjalë, ajo është një piramidë mashtrimi e shembur, çdo dëshmitar ka bërë deklaratat në mënyrë të tillë që ka treguar se s'ka patur zero ndërhyrje, nuk ka patur Sali Berisha kur vendime nominale. Mëtej, Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për lidhje me drogën dhe krimin, duke përmendur edhe zyrtarët që kanë qenë në Aruba, por sipas tij, emrat e tyre fshihen nga SPAK.